ekziston korrupsioni apo keqpërdorimi i pushtetit në sistemin juridik? Po, ekziston edhe s'kem si më mshif pas kësaj fatkeqësie. Ajo që kom po në prokurorës tem është që fatmirësisht këtë problem se kemi strukturor. Pa kemi në raste të izoluara disa individ dhe po them njerëz s'kem çka fshehemi se i shohim shpesh. Ka histori, ka të nëzime nga shtetar, nga media, kështu me radhë. Po, fatmirësisht nuk kemi korrupsion sistematik, i cili mas ne i shkon problem edhe më zgjidh. Çka na vjen neve sot është një infrastrukturë më fuqishme në aspekt ndëshkimit, ka efikasitet edhe në nxënje, po edhe në ndëshkim. Kështu që kjo i shkon një mekanizëm me luftu që këto raste s'na mujt me i zhdu, po me i minimizu. Personat që hynë në atë lami, atëherë të marrin ndëshkimin e merituar, qoftë në aspekt penal, qoftë në aspekt profesional. Pra s'mundesh me vazhdu me ushtru profesionin nëse je i dyshuar për keqpërdorim detyrë zyrtare lidhur me profesionin. Po duhet ta ndajmë këto mirë, kështu që kjo na duhet, pra efikasiteti në ndjekje dhe në ndëshkim. Tjerat vinë vetë duke